إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد gjithë hamdi, falenderimet dhe lavdia plot I takon të madhit Allah fuqi plot. Atë falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtjen e të madhit Allah Dhul Xhelal prej të këqijave dhe të ligave të shpirtit ton. Po ashtu kërkojmë mbrojtjen e të madhit Allah fuqi plot prej të cytjeve të shejtanit të mallkuar. Shumë salate dhe selame çdo ardhe pandaj dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber, zotëriu të njerëzimit, Muhammedit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Kemi respekt të madh për familjen e tij të pastërt, për gjithë shokët e tij të ndershëm e fisnik. Allahu qoftë I kënaqur me gjithë ata dhe lutemi për mbar muslimanët besimtarë dhe besimtare, gjithë ata muslimanë dhe muslimane që kanë shku tek Allahu para neve dhe deri tek muslimani I fundit në fundin e jetës në këtë botë. Të dashurit e mi, tema për cilën sot do të flas dhe do ta këshilloj veten radhë parë dhe juve, në parim nuk është temë e panjohur për ju. Do të flas për 3 ditët më të mëdha në jetën e njeriut. 3 ditët më të mëdha në jetën e njeriut. Ato janë dita lindjes, dita vdekjes dhe dita e ringjalljes kur do të dalim para Allahut te baraka wa taala. Këto 3 ditë, të cilat janë ditët më të mëdha në jetën e njeriut, Allahu fuqi plot në Kur'anin famlart I ka përmend këto 3 ditë në raport me 2 pejgamber të Allahut. Herën e parë Allahu Dhul Xhelal I përmend këto 3 ditë të mëdha në raport me Yahyan alayhis salam. Thot Allahu Dhul Xhelal në surën Maryam ajetin 15: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. Paqja dhe shpëtimi I Allahut do të jetë mbi Yahyan ditën ai kur do të lind, ditën kur të vdes dhe ditën kur do të ringjallet dhe do të del para Allahut. Ajeti I dytë flet në raport me Isan alayhis salam, të birin e Maryamës. Thot Allahu fuqi plot prap në surën Maryam ajetin 33, duke I citu fjalët e Isas alayhis salam: "Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya." Shpëtimi dhe selameti Allahut do të jetë për mua ditën kur do të lindi, ditën kur do të vdes. Isa alayhis salam halas ka vdekur gjallë, Allahu ka ngrit lart në qiell, dhe ditën kur do të ringjallem dhe do të dal para Allahut te baraka wa taala. Pranaj krejt në fillim, kur e nisa ligjëratën e kësaj dite të bekume, ju thash se kjo nuk është një temë e panjohur për ju. Është temë e njohur, nga se gjithë ne, nëse nuk kemi ditë të themi se këto janë 3 ditët më të mëdha në jetën tonë, ne të gjithë pa përjashtim e dim dhe e kuptojmë seriozitetin e këtyre 3 stacioneve, po themi, në jetën tonë. Stacioni I parë është momenti I lindjes kur vim në këtë botë. Është shumë interesant. Asnjëri prej neve nuk e din dhe nuk e kujton momentin kur Allahu na solli në jetën e kësaj bote, respektivisht prindrit tonë. Askush prej neve nuk I kujton momentet, çastet, ditët, javët dhe mujt e parë kur ne asgjë nuk dinim
për veten tonë, kur ne asgjë nuk dinim çfarë neve na rrethon, kur ne nuk kishim asnjë grimt force e fuqie për veten tonë. Por të gjitha Allahu na i dhuroi. Të gjitha Allahu i përgatiti situatat rrethanat, dhe sot njëri prej neve është në moshën 15 vjeçare, 20 vjeçare, 30, 40 e tutje. Jeta është dhurata më e madhe që Allahu fuqi plot i ka bën njeriut. Si dhurata më e madhe që Allahu i ka bën njeriut dhe ja ka jap mundësinë me jetu në këtë botë, besimtari i mençur e kapitalizon këtë dhuratë dhe jetën dhe ymrin që Allahu e ka jap në jetën e kësaj bote e harxhon në rrugën e Allahut, duke kërku dhe duke sinu çdo herë razin dhe kënaqësinë e tij, duke bërë vepra të mira, duke investu në punë të cilat janë të dobishme për shpirtin e tij, për familjen e tij, për popullin e tij, për vatanin e tij, për ummetin e tij, por edhe për varrin e tij, që do të jemi vetëm në varr, por edhe për ahiretin e tij, respektivisht për xhenetin e tij. Kjo është shkurtimisht një përmbledhje e shkurt e stacionit të parë, që është dita më e madhe në jetën e njeriut. Stacioni i dytë është momenti kur do të vdesim. Kur do të vdesim fizikisht, ndoshta shpirtërisht, shpirti mbetet i gjallë. Shpirti nuk vdes asnjëherë, nga se shpirtin e kemi dhuratë për të madhit Allah fuqi plot. Dhe stacioni dhe momenti i dytë është momenti i vdekjes për ty dhe për mua. E që askush, asnjëherë nuk ka pas mundësi e as që do të ketë mundësi të ik apo të shpëtoj këtij momenti. Thuaju o Muhammed atyre që po ikin prej vdekjes, fa innahu mulaqikum. Kur vjen momenti i vdekjes, ajo vdekja juve ju takon, e ju përpjek, e ju gjen kudo që jeni. Realisht, vetëm një njeri kërkoj ndjes, vetëm një njeri i çmendur mund të provoj me ik prej vdekjes. Por a e dini që ne çdo ditë i ikim vdekjes? Dhe tash ai kualifikimi i çmendur nuk vlen për ne. Thash vetëm një njeri i çmendur hipotetikisht, nëse provon me ik vdekjes praktikisht, nuk në rregull. Por ne ndoshta në mënyrë të pavetdijshme çdo ditë të gjithë ju bashkë me mua i ikim vdekjes. Jo në kuptimin që ti e ke gjetë një lokacion diku në botë edhe po shkon aty dhe po thush këtu nuk më gjen vdekja, por ne ikim prej vdekjes kur nuk e kujtojmë momentin e ballafaqimit me këtë stacion. Kur nuk e kujtojmë momentin e përgatitjes për këtë moment. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allahu fuqi plot në Kur'ani folart thot, atë ditë, e ditën e gjykimit, është dita ku as familja, as pasuria nuk të bën dobi, nuk të ndihmon, illa man ata Allah, ajo që ty të bën dobi, ajo që të ndihmon dhe të bën faqebardh e të shpëtuar, është kur ti takosh dhe del para Allahut me zemër të bardh e me zemër të shëndosh, dhe zemra e bardh e shëndosh është vetëm ajo zemër që në atë zemër thellë është fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kjo është zemra e shëndosh dhe e bardh. Çdo lloj zemre tjetër që nuk i ka rënjet e shahadetit mbrenda, ajo mund të jetë zemër e mirë në jetën e kësaj bote duke shpreh humanizëm e tjerë, të mirat i bën këtë botë, por në botën tjetër mbetet njeriu më fatkeq, nga se nuk e ka njoft Allahun fuqi plot. Të dashur të mi, është mirë ju bashkë me mu me kujtu këtë moment. Është po ashtu shumë mirë me u përgatit ti bashkë me mu për këtë moment, se ky moment është shumë shpejt. Ky moment vjen befasi, ky moment vjen paprit, ky moment është një sekret dhe një pikpyetje që vetëm Allahu i Madh Xhalla wa Ala e din kur e kemi fundin në jetën e kësaj bote. Të dashur të mi, vdekja
Ju e dini, Kurani na mëson, vdekja nuk është fundi i jetës njeriut. Kurani thotë vdekja është fillimi i jetës së përhershme në ahiret. Dëgjoj këtë edhe një herë që ti e din, por unë vetëm po i konfirmoj dhe po i konstatoj ato që ju i dini. Vdekja nuk është fundi i jetës njeriu të këtë botë. Vdekja është fillimi i jetës së përhershme në ahiret. Jetë e cila s'hargjohet kurrë. Jetë e cila s'përfundon kurrë. Jetë e cila i ka vetëm 2 lokacione. Lokacioni parë është xheneti dhe xhenetet e Allahut. Lokacioni dytë ato s'po përmendim hiç, inshallah ne jemi prej atyre. S'ka tjetër. Nuk ka lokacione tjera. Vetëm 2 janë. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Një grup shkojnë në xhenetet e Allahut. Allahu na i mundsov xhenetet më të larta neve dhe prindërve tonë, ndërsa i grupi tjetër e ka vendin në zjarrin e xhenemit. Allahu na ruaj ya Rabbi. Prandaj i mençur, vigjilent është ai i cili e kujton momentin e vdekjes dhe përgatitet fuqishëm që para Allahu te baraka wa taala me dal me rahmetin e tij faqebardh. Momenti i tretë është momenti i ringjalljes. Momenti kur do të dalim para Allahu te baraka wa taala. Moment që askush prej të parëve dhe të mëramëve, prej njerëzve dhe gjinve, nuk do të shpëton po ashtu këtij momenti. I lumi ai njeri i cili kur del para Allahut e ka zemrën me iman. I lumi ai njeri i cili kur del para Allahut e ka flamurin la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. I lumi ai njeri i cili kur der para Allahut thot modeli, yrneki, frymzuesi, shembulli më i miri dhe më i bukur i imi është Muhamedi alayhi salatu wassalam. I lumi ai i cili kur der para Allahut thot ajo busulla ime që unë jetën time e kam pas busull dhe mapi im që unë jam shku poshtë nalt ka qenë fjala Allahut, Kurani famlart, ky libër që Allah në Kur'an ka thonë la rejbe fi, në këtë libër nuk ka dilema, nuk ka dyshime, nuk ka qërë sakace. Mapi i Kur'anit gjithmonë të qetë në lokacionin e duhur dhe në lokacionin i cili është i suksesshëm për ty çdo herë. Të dashurit e mi, du me i përmend edhe 2 fjalë të ulemave dhe me e përmbyll. Fjala parë është fjala e Hoxhës të madh Ibn al-Qayyimit rahimahullah, i cili në raport me këto 3 ditët më të mëdha në jetën e njeriut thot Ibn al-Qayyimi, Allahu mëshiroft, thot njeriu i ka 3 banesa. Banesën në dunja, banesën në berzah, në varr, jeta varrezave, edhe banesën në ahiret. Më ka bo shumë e zgatë këtë pak muhabetin e ti, po unë vetëm qëtu po ndalna. Më ka bo shumë ky frymzim dhe ky përshkrim Ibn al-Qayyimit me mendu. Dhe po besoj që edhe ju keni bashkë me mendu, edhe kur delni pej gjimos, edhe sot s'kam ju hek kjo mendje. 3 banesa i ki. Një e ki në dynja, ndashtuj 3 shtëpia, s'ka gajle. Kjo nuk e fjale Kur'anit e pejgamberit që s'mundë me ndru. Ndashtuj 3 kulla. Ndashtuj 3 kështjela. Qysh dush? Një e ki në dunja, një e ki në berzakh, në vareza, një në ahiret. Kur ky popull nuk ka pas shtëpi më të bukura, e ma luksoze, e ma moderne se sa sot që Allahu na i ka mundsu ya Rabbi. Alhamdulillah. Kur ky popull, staku, nuk po flas me këtë gjuhë absolute, po tërhekna. S'po them kur. Po staku që 100 vite, ky popull, historinë tonë, nuk ka pas shtëpi më të bukura, më luksoze, më moderne, më konforme se sa që i kemi sot. Alhamdulillah. Sot njerëzit me halal, me mundin e tyre, me djersën e tyre, Allahu ja mundson me ndërtu shtëpinë e tij në dunja, çerek milioni, gjys milioni, 1 milion, 1 milion e gjys, alhamdulillah. Rregull kjo, nuk po i përmendi këto me i nënçmu ose në kuptimin negativ, këto nuk janë haram. Por shtëpit edhe villat edhe banesat në dunja i kemi të përkohshme.
Me dalë prej xhamisë, që nash kur e kryjm gjumon, me u bë secilit prej juve vetëm një pyetje. Ti, baba jote dhe babgjyshi dhe baba i babgjyshit, a keni lindju të katërtit në të njëjtin troll? 95% prej juve përgjigjen ka jo. E kuptove cila pyetja? Secilit prej juve ja bojmë pyetjen. Ti, baba jot, babgjyshi dhe baba i babgjyshit, ju të katërtit, a keni lind në të njëjtën shtëpi? A keni lind në të njëjtin troll? A ti ke lind Karagaç, baba në Kapeshnic, babgjyshi në Qyshk e baba i babgjyshit në Rugov? 98% kemi lind në për lokacionet të ndryshme. A dim se e përmenda këto? Se qatë shpinë që ti edhe në pëndreqim qërek milioni mas 30 vjetëve, 50, 70, 100 vjetëve, nuk e dim kush e trashigon. Na i ka djekë shka u keq shpijat para 50 vjetëve, para 30 vjetëve, apo? Në regull është kjo. Nuk o tema shpijave. Edhe njerë mos më keq kuptoni. Ata që me halal dhe me mundësi, pejgamberi alajhi salam ka thonë 4 sende në dunja e bën njeriu të lumtur. Shtëpia mirë, gruaja mirë, kafsha mirë, tashokeri mirë, edhe kujshia i mirë. Kur ki këto të katërtat je i lumtur. Shtëpia mirë, të vinë musafirët, nuk bësh të lashe, ki ku me shti, ki ka vend, i nderon, i respekton. Gruaja mirë s'bën të lashe, kafsha mirë, keri, të vinë biznes poshtë nalt, edhe kujshia i mirë. Këto janë elementet e lumturisë. Por unë dua të dalë në një sferë tjetër. Banesa e Berzahut, shtëpia në varë. Parimisht 100 vjetë mundi me mendejnë këtë dynja. Rallë dikush jeton ma shumë se 100 vjetë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, ymri i ummetit të më 60-70. Njerëzit jetojnë 60-70 vjetë. Dikush pak, dikush ma shumë, dikush mesatarja. Sa vjetë jetojnë njerëzit në Vareza? Qështu, që s'përshkojnë ma larkë, qenë qëtë perimetër, qështu, që si delin gjatë edhe në majtë, tu kena Vareza që janë minimum 350 vitet vjetra. Që 350 vjetë, para 350 viteve ja ka ndërzu Allah të shpirtin. Që, nëse shkojmë 2 rrugë këtona, të teftedari, të varët e Kakariqit xhamia, i kemi 500 vetë njerëzit, para 500 viteve janë varos në bërë xhamisë. Do dikush që 500 vjetë e pas ka një banesë në varë. Po çfarë banese ka? Tash kjo është një botë që nuk e kuptojmë na. Por që të qerek milionin që ule dhe ti peshtim për shpije, për banesë, e po e blejmë klimën, inverte, mobilete, e kom bo një banjo, e kom marrë keramikën për Ispanjës, 2026, në regull, inshallah 2036 e merë. Ma shkon kjo? Shkon kjo? Është ajo keramika në Berzah për mu për ty, në varë. Pejgamberi alayhis salam tha shtëpia në Berzah në Vareza, tha vori ose është bashkë e xhennetit, ose Allah na ruaj është grupi i grupave të xhenemit. Vorrit. A do shkojnë ndreqin vorin, mashallah, e kanë boje bukur, po i qesin lula, po i qesin ndreqime. Allah shpërblet rregulla. Ma mrenda aty me pas lula, mrenda vori me pas bashkë e xhennetit. Se jashtë e bën bashkën që shdush, mrenda nuk bëhet bashkë me lekë të dunjas. Bashkja xhenetit në varë mrenda bëhet me namaz, me sejdë, me avdes, me Kur'an, me agjerim, me respekt ndaj nanës dhe babes, me halal, e tjerë. Pra një vlazen bashkë me mu, miro konë me mendu ka pak, se që atje magat kena me nejt. Në vore magat kena me ndejt. I ka trashëgu pasurinë e babgjyshit 2 milion euro, toke shpija e. Baba i babes tia kalon 2 milion euro, ati e i vllaznive. Kur ta vet nipin tem, që ka pas e min baba gjyshi, valla se di, ka thonë baba haxhi, kanë thonë se di. A i knaqet 2 milion euro, a i. Në nderë para juve, prapanica ati knaqet me pasurinë e ati që ka hek. Emnin s'fjadin. Emnin s'fjadin, se jo me aquni, jo me budo për ta, jo me thonë, o Allah, që në gjennet qatë babgjyshin tem, o Allah, bëja nasib gjennetin, falja gjunat, sa rëhenin të shpia, sa rëdel për shpis, se pasunia toka e babgjyshit, emnin s'fjadin. A din sa ka për neve që kemi tokat e babgjyshave? Apo na bjen men me bodo për ta? Apo na bjen men me ulut për gjunat e tyre? Apo na bjen men me lyp rahmetin Allah për ta? Se ka do tjerë që i kanë babgjyshat se u kalon asni centimetr do këse kalon. Hapë qëre që 2 situatat kundër ta. Dhe e treta është stacioni dhe i fundit është shtëpia në ahiret. Allah në mundësof me qenë të gjennetit, ja Rabbi.
Allahu na mundsof që jetën tonë të harxojmë në rrugën e Allahut, të bëjmë vepra të mira, derisa të fitojmë razinë dhe kënaqësinë e Allahut. Të dashurit e mi, sot në të gjitha xhamitë e Republikës Kosovës, muftiu i Kosovës ka kërku prej juve vëllezër xhamatit nderuam me marr pjesë në një aksion që është shumë i rëndësishëm për qytetin e Malishevës, e cila do të ndërtohet një xhami madhështore, por jo vetëm xhami, edhe objekte përcjellëse dhe Këshilli i Bashkisë Islame, edhe objektet e nevojshme në vlerë diku mbi 4 milion euro. Mu në qendër të afërsisht 60 ari është në qendër të Malishevës, 57 ari është lokacioni parcela, ku do të fillon një xhami. Para 30 viteve në Malishevë s'ka pas asnjë xhami. Së shtirë zoni kur në Malishevë në qytet. S'ka pas kur xhami. Kur s'ka pas xhami? Në Malishevë po flasim në qytet. Në fshatra ka pas. Dhe ata që kanë mundësi për ju e për hatër të Allahut të ta bëjnë njët, pastaj edhe për njëtin edhe për shpirt babës e të nonës, pse jo? Atë sadak që do në me qitë për me ndërtu këtë xhami prej xhamive të Allahut. Ne nuk kemi mundësi asnjë prej neve me ndërtu xhamin prej temelit deri në minare. Por çdo participim dhe çdo hise që ti ki me e marr në ndërtimin e një xhamie, ti ki aksione, ti ki hise, ti ki shpërblim. Ata që s'kan mundësi me participu, mos të ndihen keq, le të bëjnë dua, se ndonjëherë duaja është shumë më e rëndësishme se 5 euro apo 10 euro që ju keni me i qitë. Unë përfitoj nga rasti në emër të Bashkisë Islame në qytetin e Pejës, por edhe në emër timin si kryimam, ju falenderoj gjithë juve këtu që jeni, por edhe gjithë të tjerë ku do janë në xhamia të tjera, për kontributin e madh, për ndihmën e madhe që ju keni dhënë prindrit e juaj, babgjyshat e juaj. Jeni nipat aty në babgjyshave që e keni mbajt fenë islame dhe keni mundësu me u dëgju ezani në momentet vështira, në momentet komunizmit, kur feja ka qenë ndalume. Jeni nipat aty në burrave dhe aty në grave të ndershme besimtare të devotshme. Dhe ju jeni që keni mbajtë edhe medrezën gjallë për 70 vite. Unë jam njëri që kam hongër bukën e medrezës me krejt kolekte dhe xhallartë, me sadakën, me vitrat, me zeqatin e babgjyshave t'juj, gjysheve t'juja. Kjo xhami është një prej xhamive që ka aktivitetin më të madhin në Dugaxhin, 365 ditë për nxencë edhe mësimin e fëmijëve. Prandaj edhe kemi organizu në ditën kur të vjen dhe caktohet, ata fëmijë për juve do t'i marrin edhe do dhurata, fal kontributit edhe ndihmës që ju vazhdimisht e jepni, jo vetëm për këtë xhami, po për gjitha xhamiat. Zoti ju shpërbleft të gjithëve, Zoti ju rujt ja Rabbi, ju rujt juve familjet e juaja, evlatët e juaj, trashëgimtarët e juaj, u ashtoft bereqetin e pasurinë e Allahu na i pranoft veprat e mira inshallah taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të dashurët e mi, para se të lutemi këtë ditë madhe të bekume, po e rezumoj dhe po i përsëriti me 3-4 fjali ato që ka u mundova me i thonë para juve. Mos harroni, 3 ditë janë më të mëdha në jetën e njeriut: dita kur lindim, dita kur vdesim dhe dita kur dalim para Allahut. Na tregoi Allahu në surën Maryam 15:33 për Jahjan dhe Isan që selameti, shpëtimi dhe paqja e Allahut, këta 2 burra, këta 2 pejgamberët e Allahut i ka përcjell në këto 3 stacione të jetës tyre. Edhe kur kanë lind, edhe kur kanë vdek, apo kur do të vdes Isa, Jahjaja ka vdek, por edhe kur do dalim para Allahut. Elusim Allahu dhul Jalal që këtë ymër që e kemi të harxojmë në rrugën e Allahut dhe të jetë jeta jon dëshmi për ne nesër kur dalim para Allahut. Sikur që lutim Allahu dhul Jalal momentet e vdekjes dhe sahatin e vdekjes ta presim me iman, me faqe të bardhë dhe me rahati e qetësi. Po ashtu lutim Allahu dhul Jalal që në ditën kur do të dalim para Allahut, të jetë dita më e madhe e gëzimit për ne, kur do të takohemi me Allahu dhul Jalal, e Allahu nga rahmeti dhe mirësitë e tij do të na dhuron xhennetet neve. Allahu na mundsof xhennetet neve, prindërve tanë dhe mbar muslimanëve. Allahu dhul Jalal e lavdëron
dhe i jep lavdata pa mas pejgamberit në prezencën e meleqve, kërkon prej melaçeve dhe besimtarëve të dërgojnë salavat me pejgamberin. Prandaj të gjithë ne i themi Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Zoti ynë, në dhuratë mira në këtë botë dhe në botën tjetër na mbrojnë nga zjarri i xhenemit. Na fal neve, na i fal prindrit tan. Mbar muslimanët nesër në ditën e gjykimit. Bëje jetën tonë në razin tënde, bëje momentin e vdekjes me faqe të bardhë dhe iman po ashtu në razin tënde, dhe bëje takimin tonë nesër në ditën e gjykimit në rahmetin dhe mirësitë e tua, o fuqi plot. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.